Nga kjo xhami e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nga goja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dolën shumë dua dhe lutje. Njëra prej tyre është edhe lutja e mëngjesit dhe mbrëmjes, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi që ne ta themi 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje. Raditu billahi rabba, jam i kënaqur me Allahun për Zot. Wa bil islami dina, jam i kënaqur me islamin për fe. Wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dhe po ashtu jam i kënaqur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra, mos ta harrojmë këtë lutje të veçantë, profetike, pejgamberike, Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje. Jo vetëm se kaq, por të meditojmë në këto 3 fjali të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.